Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Syri i Tretë. Për ju që nuk më njihni, unë jam Sokrat Hodo dhe në episodin e sotshëm do flasim për një nga frutët më popullor që është molla. Pse molla ka këtë emër që ka? Molla është konsideruar si frut i ndaluar dhe është një nga simbolet më të përhapura në shumë kultura dhe tradita popullore. Po pse pikërisht ky frut është quajtur i ndaluar, kur nuk përmendet askund si i tillë? Kjo hap një rrugë të re për interpretim. Ideja e ndalimit shpesh lidhet me dallimin midis të mirës dhe të keqes. Por a është vërtet kjo një ndarje absolute apo një mënyrë njerëzore për të kuptuar botën? Një element interesant e molla është vetë natyra e saj fizike. Ajo shfaqet kryesisht në tre ngjyra, në të kuqe, e gjelbër dhe e verdhë, dy prej të cilave janë drejt për drejt ngjyrë baze, ndërsa e tretë është konsideruar si ngjyra e jetës, e ndërmjetme. Kjo shumëllojshmëri kërkon një lexim simbolik sipas meje. Po ashtu, në gjuhën shqipe vërehet një afërsi mes fjalës moll dhe mall. Malli lidhet me materien, malli i mirë apo malli i keq, dhe me dëshirën, kur me mallin si kur të merr malli, domethënë, me atë që zotërojmë apo kërkojmë të zotërojmë. Te Borbardha, për shembull, gjithë historia zgjidhet mbasi ajo ha mollën. Pse? Sepse nëse nuk njeh të keqen, nuk mund të dish vlerën e të mirës. Megjithatë, ngjashmëria fonetike nuk duket krejt rastësore te fjala moll dhe mall, por si një pasqyrim i mënyrës se si gjuha ruan kuptime dhe lidhje të thella. Edhe shpreha popullore që kemi ne në Shqip, mollët qëroi, dardhët numëroi, mbart më shumë se një kuptim praktik. Pra, dardha konsiderohet si një frut i rëndë dhe kërkon një farë mase, ndërsa molla ka aftësinë të fshehë dëmtimet në lëkurë. Pra, ajo na kujton dallimin mes dukjes dhe përmbajtjes, dhe asaj që shihet dhe asaj që fshihet. Një tjetër element që ka ushqyer interpretime është vetë struktura fonetike e fjalës moll. Në shumë gjuhë kemi si mela në italisht, milo në greqisht, elma në turqisht, por edhe në abel në letonisht, por edhe menthana, që shkruhet menzana në spanjisht, që me sa duken gjitha këto rrotullohen rreth një ideje të përbashkët. Kur molla pritet tërthorazi, në qendër shfaqet një formë ylli. Kjo është një dukuri konkrete, e njëjta gjë ndodh edhe te dardha, por që ka marrë kuptime simbolike, nga një këndvështrim mistik nga e cila duhet parë. Kjo mund të interpretohet si malli apo materia mban peng yllin. Pra, brenda materies fshihet një thelb më i lartë. Në këtë lexim, molla bëhet simboli botës materiale që mban të burgosur diçka hyjnore, pra Zotin, zërin, thelbin, fjalën, të thënën apo yllin. Këtu hyn dhe ideja se etimologjia nuk është thjesht studim fjalesh, por një mënyrë për të kuptuar si mendon njeriu. Lidhje të tilla si mba yllin, apo mba elex, apo mba në zënin, të thënën, janë interpretime që kërkojnë një qasje simbolike, pasi ato tregojnë një përpjekje për të zbuluar kuptime të fshehura në gjuhë. Në fund mbetet pyetja, a dallojnë vërtet e mira nga e keqja? Në një këndvështrim më të thellë, ato mund të jenë thjesht dy aspekte të njëjtës tërësi. Pra, para krijuesit, ato qëndrojnë në ekuilibër, si të barabarta. Dhe megjithatë, molla mbetet edhe një frut i përditshëm me ndikim real në shëndetin e njeriut, sepse shpreha angleze, një one apple
A day keeps the doctor away, që do thot një moll çdo ditë mban doktorin larg, e përforcon këtë ide. Pra molla si fruti edenian që prishi jetën e pafundme që pretendohej nga Eva dhe Adami, ky frut i ndaluar duhet parë si një simbol pasi që lidh materien, dijen dhe interpretimin që ne i bëjmë. Ky ishte emisioni për sot. Faleminderit që më ndiqni. Mos harroni të mbështesni dhe t'ju kujtojmë se episodet vazhdojnë.